Bismillahirrahmanirrahim, sëmundjet që ndikojnë në prishjen e agjerimit. Këto sëmundje mund t'i ndajmë në dy grupe: sëmundjet që mund të shërohen ose urgjent. Do hyjnë në grupin atyre për cilat Allahu ka thënë: "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Kush është i sëmurë ose në udhtim, le ta agjërojë ditë nga ditët e mëvonshme. Surja Bekara ajeti 185. Ky person pra duhet të presë sa të shërohet dhe të agjërojë ditët që kaluan. Nëse ndodh që sëmundja i vazhdon dhe vdes, për këtë person nuk ka asnjë obligim e detyrim dhe vdekja e tij do të jetë sikurse të kishte vdekur para Ramazan. Në ndyshe sëmundjet e vazhdueshme, kanceri, diabeti dhe të tjera të ngjashme me to. Në këtë rast njeriu mund të mos agjërojë, por është i detyruar të ushqejë për çdo ditë nga një tevar. Këtë e argumenton fjala e Allahut xhaleshanuhu: "Ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin." E ata që i rëndon ai nuk mund të agjërojnë, janë të obliguar për kompenzim në ushqim ditor, pra për një të varfër, nevojtar. Pra, surja Bekara ajeti 184. Kështu veproi edhe Enes ibn Maliku radiallahu anhu, kur u plak dhe nuk kishte mundësi të agjeronte, mblodhi 30 të varfër dhe u dha për të ngrënë, por mundet që t'u jap edhe para 30 të varfërve, aq sa kushton edhe ushqim. A ndikojnë injeksionet në prishjen e agjerimit nëse merren gjatë ditës? Injeksionet ose xhilpana ndahen në dy grupe: ato që kanë karakter ushqyes, të cilat e prishin agjerimin; ato jo ushqyese, të cilat nuk e prishin agjerimin, nga që nuk përmbajnë element që ushqejnë organizmin. A e prishin agjerimin pikat që hidhen në sy, në hund ose në vesh, si dhe ilaçet në formën e ajrit, sprej për frymarrje. Pikat e hundës që zakonisht i heton fyti, por që sa arrin në lugë dhe prishin agjerimin. Pejgamberi selam ka thënë: "Kur të marrësh abdes ose edhe në ndonjë rast tjetër gjatë ditës, ute ujin sa më thellë në hund, përveç rasteve kur je agjërueshëm." Dhe kjo për shkak të frikës se mund të kalojë uji thellë në hund. Desa pikat që hidhen në sy dhe në vesh nuk e prishin agjerimin, sepse këto dy organe nuk janë rrugë ushqyese. Po kështu edhe gazi që përdoret për të lehtësuar frymarrjen. A e prish agjerimin të vjellra? Nëse vjella bëhet me qëllim e prish agjerimin, në të kundërt nuk e prish. Pejgamberi selam ka thënë: "Ai që vjell pa dashje nuk ka nevojë ta kompenzojë atë ditë me agjërim të mëpastaj, ndërsa ai që vjell me qëllim le ta agjërojë atë ditë mëpastaj." Dhënia e gjakut në sasi të vogël për analizë nuk e prish agjërimin. Ilaçet që merren nga ana e prapme për majasil nuk e prishin agjërimin. Gjithashtu edhe shërimi i dhëmbëve gjatë agjërimit nuk e prish agjërimin, por duhet të sigurohemi që nuk do të shkojë gjë në brendëtitë e fytit, sepse kjo e prish agjërimin dhe bën të domosdoshme agjërimin e kësaj dite, pra kësaj dite me vonë. Pra ishin këto disa smundje shkurtimisht, të cilat morëm një mësim sadopak të vogël pra së bashku që i dim pra për rreth këtyre smundjeve gjatë kohës kur ne jemi agjërueshëm.